Brenda shtëpisë së Big Brother, tensioni arrin kulmin kur Alba përfshihet në një debat të ashpër me banorët e tjerë. Atmosfera është ngarkuar emocionalisht dhe çdo fjalë e Albas duket si një shpërthim i fortë që lë gjurmë tek të gjithë. Me një ton të vendosur dhe të lartë, Alba fillon të flasë me vendosmëri dhe mllef, duke thënë se të gjitha vajzat aty janë legene dhe se disa prej tyre nuk janë as pak të ndershme ose të besueshme. Banorët e tjerë qëndrojnë të shtangur dhe të tronditur nga fjalët e Albas. Shumë prej tyre përpiqen të kuptojnë qartë se çfarë nënkupton me atë që thotë, ndërsa të tjerët ndihen të sulmuar nga kjo deklaratë e fortë. Atmosfera bëhet tensionuar dhe shikimet e secilit fillojnë të shprehin nervozizëm dhe habi. Alba nuk ndalet këtu. Ajo përqendrohet tek Eliona dhe thotë se ajo ka shpifur dhe ka përdorur Alben, duke e lënë të kuptohet se veprimet e saj kanë qenë të papranueshme dhe të dëmshme. Fjalët e Albas bien rënd dhe çdo banor ndjen rëndësinë e deklaratës së saj. Banorët fillojnë të diskutojnë mes tyre dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, por mlefi dhe vendosmëria e Albas janë të pakontrollueshme dhe duket se nuk ka ndonjë mënyrë për ta ndalur këtë shpërthim. Alba vazhdon të flasë, duke shprehur qartë mlefin dhe ndjenjat e saj për situatën. Ajo thekson se nuk është e mundur të durosh më sjellje të tilla, dhe se secila prej vajzave duhet të marrë përgjegjësi për veprimet e saj. Çdo fjalë e saj është e drejtë për drejtë, e fortë dhe e plot emocione, duke e bërë debatin të duket dramatik dhe të tensionuar. Eliona përpiqet të përgjigjet, por tensioni dhe mlefi i momentit e bëjnë situatën të duket edhe më dramatike. Banorët e tjerë ndjejnë qartë shpërthimin e emocioneve dhe fillojnë të diskutojnë mes tyre se si do të ndikojë kjo situatë në marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe lojën që vazhdon. Çdo heshtje, çdo shikim dhe çdo lëvizje rrit tensionin dhe dramatizmin e situatës, duke e bërë momentin të duket i ndjerë dhe i rëndësishëm. Debati vazhdon për disa minuta dhe çdo fjalë e Albas duket e përzgjedhur me kujdes për të nxjerrë në pa ndjenjat e saj dhe për të treguar se ajo nuk mund të tolerojë më veprime të papranueshme nga banorët e tjerë. Ajo përpiqet të qartësojë se nuk ka për të lejuar shpifje dhe manipulime, dhe se çdo veprim i gabuar do të ketë pasoja. Banorët ndjejnë tensionin dhe emocionet të përzjera që përshkojnë dhomën. Shikimet e shqetësuara, qeshjet nervoze dhe reagimet e vogla të secilit shtojnë dramatizmin dhe e bëjnë momentin të duket i gjallë dhe i tensionuar. Publiku ndjen qartë emocionet dhe mlefin që përshkon debatin dhe ndihet i tërhequr nga kjo përballje, duke pritur të shohë se si do të zhvillohet më tej dhe cili do të jetë ndikimi i saj mbi marrëdhëniet brenda shtëpisë. Ky episod shfaqet si një nga momentet më dramatike dhe më të tensionuara brenda shtëpisë së Big Brother, ku mlefi, akuzat dhe fjalët e drejtë për drejta ndërthuren për të krijuar një histori emocionale të